Kosova është nën sanksione të Bashkimit Evropian. Kosovë si ka ndërprer ajo marrëveshja për partneritet strategjik me SBA-t, pikërisht për shkak të politikave të gabueshme dhe për shkak të kësaj narratives të paqartë politike dhe absolutisht në kundërshtim me mentalitetin perëndimor sa i përket raporteve në brenda institucioneve dhe raporteve të cilat dhe për cilat kemi bërë të gjithë zotime. Tani, mendoj që në qeverisje ka qenë është një parti e papërgjegjshme dhe një kryeministër i cili mendoj që duhet me u trajtu në një variant ndoshta tjetër, qoftë edhe psikologjik. Psikologjik? Po, unë nuk e kuptoj ndryshe. Nuk mundesh me dal nga lkura. Si të trajtohet një lider shteti? Po tani ka lider shteti që janë smur. Kush të trajtoj? Ai me shkumër të doktori pa? Ai duhet me shku, me bo kontrol të miku. Njerëz jem. Kemi probleme me shëndetin. Burgu e ka bot vetën. Njerëz të kanë e bojnë vetën. Një person që ka probleme me shëndetin mund të bëjë veprime të çmendura. Një person me probleme shëndetit mendor mund të veprojë çmendurisht. Jo, nuk kisha me shku në këtë shkallë. Po them, një person potencialisht shëndeti mendor nuk do me thonë vetëm me qenë i çmendur. Jo, në kuptimin veprimet të çmendura thash, në kuptimin që vën rrezik, ju thoni që po vën rrezik, po vën lojë. Nuk është ky që nuk din. Nuk është ky që nuk din çfarë po bën. Strategjia e tij është me qit opozitën sa ma keq. Dhe qoftë edhe me çmimin që du ta paguaj vendi. Tani, a e pagun vendi, a e pagun Albini në këto zgjedhje nuk e di. Unë besoj që vendi nuk ka me pagu, sepse ka pagu mjaftueshëm gjatë qeverisjes së Albinit, por Albini do ta paguaj tani me votat e qytetarëve të Kosovës. Po ta fjalën kuptimin në raport me aleatët ndërkombëtar. A do të paguaj kosto shteti nga këto veprime? Vun, dhe po vepron vazhdimsi për t'i thënë ndërkombëtarëve unë jam unë. Dhe unë s'lejoj që doni ju. E tha publikisht e ka thonë sa herë që unë po ju tregoj atyne çka duhet me bata në Kosovë, sepse nuk pe kuptojnë mirë qëllimin tim që e kam për të ardhmen e Kosovës. Në kuptimin që nuk më bëhet vonë për ju, kështu sillet kur t'i thoni me ndërkombëtarët? Po kështu është sillet, ajo është i bllokuar, nuk ka raporte me ndërkombëtarët. Kërkush si shkon. Kërkush, ai s'ka asnjë vizitë protokollare dikun që ka shku. Për jashtë konferencat. Ky raporti i vështirësuar në komunikim me ndërkombëtarët, edhe me evropianët, edhe me SBA-n, ka qenë, do të thotë, i shtrirë gjatë tërë kohës së qeverisjes Kurti dhe zëfill me veprimet e tij në veri të vendit. Tani Kurti e justifikon këtë me arsyetimin se megjithatë veriu i vendit u çlirua. Dhe ja ka vletur Barra Qiran një farforme, edhe që jemi kritikuar, jemi sankcionuar, sepse një ditë edhe mund të hiqen ato sanksione, por thotë se veriu i vendit është çliruar. Ju besoni që është çliruar veriu i vendit? Unë nuk e di prej kujt ka qenë i okupuar. Mas pari, se dikush mund ta okupoj. Me atë narracion edhe në Kosovë, ka mjaft bandita, që shkove atje, po është e vërtet që atje ka pas një habitat, do t'a quja, në cilin ka nejt bandat e krejt Ballkanit, po thujse, sepse s'ka funksionu kur gjë. Varianti i qeverive të kaluara, të cilat e kanë arrit me fut në një çadër ta quj të ngjyrosën demokratike, funksionimin e shtetit të Kosovës edhe atje, mendoj që ka qenë një e arritur. Sa i përket bandave që i kanë njek, edhe kriminelve,
unë jam dakord edhe sot me te. Të gjithë. Sa i përket hulumtimit të depove të armëve, këtë është në rregull, sepse mrena teritorit tonë, edhe policia ka kontrolu jo veç në veri, ka kontrolu edhe në jug, ka gjetë edhe para do ditë gjeti prap armatime në Kosovë, në zonën ku jetojnë shqiptarët, do me thonë me gjetë vetën të sërë, është funksionimi dhe veprimi i ligjit. Sa i përket shtrirjes së sovranitetit, luftimit të strukturave paralele, vendosjes strukturat shërbimeve shtetërore që nuk ka funksionuar e kanë pushu veprimin në kohën kur ka qeverisë thaqi. Marrëveshja për krimin e strukturave të përbashkëta, polici, gjykat, prokurori, funksionimi i pushtetit lokal, marrja përsipër e qeverisë për rregullimin e shtëpive në fshatrat shqiptare, po edhe trajtimi i sigurisë për serbët, ka qenë në një farmase dhe dikon mirë. S'po them që nuk janë largu dhe nuk i kanë largu forcat e policisë disa element që ata ka pas marrëveshje për pushimin e veprimit të rojave turës. Tani ti nuk ke mujt me shku me mbledh ata me traktora me qitë në Serbi, sepse janë në shtëpiat e veta ata. Nuk se ka si logjika, as ky se ka bate. Por strukturat t'i quajmë kriminale, me të Radojqiqin, me të tjerë që unë për një me nuk i një, as me em, as, po këti i ka dalë zoni, jënë mërë masa ndaj tyne, grupi që ka sulmu Kosovën, që ka pas plan realisht me organizu kryengritje në veriun e Kosovës, është pasivizu, është njek jashtë Kosovës, ka pas përplasje me armë janë vra dhe polici shqiptar, është krejtësisht e pranueshme, por është kriju një narracion, një spjegim i përgjithshëm, veçanërisht e diaspora, që veriu ka qenë i okupuar. Nuk ka qenë i okupuar. Dhe nuk e ka pranu edhe propagandën. I pa kontroluar në strukturat e shtetit. Edhe propagandën. Në qofë se policia ka funksionu, në qofë se atje ka qenë i burg, cilin ka pas burgosën serbe dhe shqiptarë, në qofë se atje ka pas një gjykat, në qofë se atje ka pas një prokurori të Kosovës, kanë qenë përfaqësues të komunitetit serbe dhe shqiptar, po besojnë në ato prokurori dhe në gjykata, unë po mendoj që ka pas një përpjekje demokratike në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare për ta vendosur pushtetin ligjor ose shtetin ligjor edhe në veriun e Kosovës. Dhe ka qenë formë më e mirë, thoni? Ka qenë ajo formë më e mirë se sa kjo forma ka qenë formë dinamike ose agresive? Formë më e zbutur, e cila në kryt cilës kanë qenë ndërkombëtar. Nuk ka qenë politik, do të thoja, ekskluzive e qeverisë Kosovës ose qeverive të Kosovës, sepse ka fillu në kushte shumë trona dhe gradualisht ka shku duke u përmirësu situata, raportet ndërnacionale, lëvizjet në dy anët e lumit dhe tmetat e qeverive të